nuk ka akt më të shëmtuar se për 130 milion euro të mos ketë një zyrtar të lartë të prangosur, qoftë ai ministër, qoftë ai kryeministër apo kryetar bashkie. Kjo është amnistia e krimit. Përveç kësaj, si të shifni ju, a ka gjë më dëshmi më flagrante të përkatësisë partijake të këtij institucioni, i cili mban të fshehtë emrat Olsi Çela, Angel Agaçi, Bardhyl Agasi, e të tjerë të cilët përfliten se janë në dosjen Aruba dhe dalin emrat e trafikantëve, dalin emrat e biznismenëve të dërguar në Aruba me porosit qeverisë, por jo të qeveritarëve, sepse kjo do të ishte dëshmia absolute e narkoshtetit shqiptar. Ka gjë më të turpshme, ka gjë më të papërgjegjshme se kjo, dhe kjo është një akt. Pyet një shqiptar, pse nuk tregojnë cilë qeveritar tuaj shkuan tek trafikantët e drogës? Këta janë më keq se ata, këta që fshehin emrat e tyre. Dhe njeri për i tyre më kryesor është Altin Dumani, i cili ka dosjen. Berisha.